Kaos në Milano për shkak të rregullave të reja, avioni lë 100 pasagjerët në aeroport. Rreth 100 persona mbetën të bllokuar këtë të diel në Milano, pasi avioni për në Manchester u nis pa ta. Ata duhet të fluturonin me një fluturim të EasyJet këtë të diel, por u përballën me radhë deri në 3 orë në aeroportin Linate të Milanos për shkak të kontrolleve kufitare. Pasagjerët e mbetur në aeroport thanë për BBC-n se njerëzit po villnin dhe po humbisnin ndjenjat nga vapa dhe tani nuk dinin si të ktheheshin në shtëpi. EasyJet tha se po përpiqej të mbështesë pasagjerët, por për kompaninë situata ishte jashtë kontrollit. Një pasagjere britanike 17 vjeçare e quajtur Kira tregoi se asaj dhe të dashurit ju desh të prisnin 20 orë në aeroport derisa të rezervonin një fluturim për ditën tjetër. Ajo tha se i kishte kushtuar nënës së saj rreth 520 pound për fluturimet e reja, por ata do të shkonin në Gatwick, jo në Manchester. Ajo shtoi, shkuam në aeroport në orën 7:30 për fluturimin e orës 11, pra ishim shumë herët. Kur mbërritëm te kontrolli kufitar, ishte një radhë e madhe njerëzish. Nuk ndihesha mirë sepse mendoj se isha helmuar. Rreth orës 10:50 sollën ujë për njerëzit dhe kur arritën në krye të radhës dikush na pyeti nëse po shkonim në Manchester dhe na tha se avioni ynë sapo ishte nisur. Vetëm rreth 30 persona arritën të hipin në avion, ndërsa rreth 100 të tjerë mbetën jashtë. Studentja tha se kur i shkroi kompanisë EasyJet për t'i shpjeguar se tani familjes së saj do t'i kushtonte qindra pound për biletën e avionit për në Londër dhe më pas për trenin drejt Manchesterit, kompania i ofroi 12.25 pound si kompensim. Me aq nuk blejmë dot asnjë sanduiç në aeroport. Dhe do të mbetemi këtu derisa të fluturojmë nesër, shtoi ajo. Ndërsa Adam Lomas, 33 vjeç, kontabilist nga Wakefield, ishte me pushime në Milano me bashkëshortën e tij dhe vajzën e tyre 4 muajshe. Ai tha, kemi qëndruar në aeroport për orë të tëra. Lomas shpjegoi se kishte telefonuar kompanin disa herë, por i kishte dalë sekretaria. Më pas kur ja hapën, kishin hasur probleme me audion derisa në fund ja mbyllën fare telefonin. EasyJet tha se vonesat në kufi të shkaktuara nga zbatimi i sistemit të ri europian të hyrje daljes ishin të papranueshme. Sistemi u vendos në tetor të vitit kaluar. Këtë javë qeveria britanike njoftoi se udhëtarët drejt zonës Schengen mund të duhet të japin të dhëna biometrike si gjurmët e gishtave dhe fotografi kur mbërin. U theksua se nuk ka nevojë për përgatitje paraprake dhe se regjistrimi në ES është falas, por me sa duket, ky sistem që po zëvendëson vullosjen manuale të pasaportave dhe që mund të zgjas më shumë për çdo pasagjer, ndaj udhëtarët duhet të presin me radhë të gjata në kufi.